Assalamu alaikum. Mirë se jeni të dashur. Mirë se takohemi sërish. Në këtë epizod do të mësojmë gjëra të bukura. A jeni gati? Le të fillojmë. Bismillah. Ju kujtohet në episodin e kaluar mësuam një përshëndetje të bukur apo jo? E mësuam për përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kjo pyes e praktikuat detyrën që ju dhash? Që ti përshëndetni prindrit, gjyshin dhe gjyshen? Shpresoj që po. Tani, që pyes edhe diçka tjetër. Më tregoni, a është veprimi i saktë në vijim apo jo? Nëse Erkami vjen nga shkolla dhe hyn në shtëpi dhe e pyet nënën, mami apo nan, çka për të ngrënë? A është veprimi i duhur i tij? Sakt, nuk është i duhur. Më tregoni tani cili është veprimi i duhur? Është veprimi në vijim. Erkami, shoku i hyn, sapo të hyn në shtëpi, shkon tek nëna dhe e përshëndet dhe i thot: Assalamu alaikum nëna ime. Çfarë ka për të ngrënë? Pra, fjala e parë pas kthimit nga shkolla, sapo të hyni në shtëpi, është përshëndetja me selam. Kjo është edukata e muslimanit. Dhe kështu duhet të jeni gjithë secili prej jush. Ju lumt, tani do të mësojmë diçka tjetër. E dini xhenetin të cilin ne e synojmë, i ka 8 dyrë? Njëra prej këtyre dyrëve, dera e mesit, është dera e bamirësisë ndaj prindërve, e sjelljes së mirë me prindrit. Është prej dyrëve më të bukura. Andaj ne kemi obligim ndaj prindërve tanë. I kemi 5 obligime. Dëgjoni me vëmendje. Pra sikur 5 kohët e namazit, tani mësoni 5 rregullat e arta në sjelljen e bukur me prindrit tanë. E para, të mos e ngrisim zërin mbi zërin e tyre. Pra, të flasim me zë të ulët, me zë të butë. E dyta, t'ju thuash prindërve, sa herë ata të thrasin, që ti je i gatshëm t'ju përgjigjesh. Pra të jesh gaditu. Sa herë të thret babi apo nëna, ti përgjigjesh më njëherë. Mos t'i thuash, ai ku e gjete bash tani. Por, e ndërpret lojën dhe i përgjigjesh sapo të thret nëna dhe baba yt. Pra kjo është e dyta, mbani mend. Ti jesh i gatshëm dhe ti përgjigjesh më njëherë. Dhe me fjalët më të bukura, tek rregulla e parë, me zë të ulët dhe të butë. Pra i thua, po nëna ime, po baba im. Të përgjigjem, urdhëro. Rregulla e tretë ardh. Ti ndihmosh ata me çfarë do kanë nevojë. Nëse të porositin të blesh diçka, ti dëgjosh ata dhe të shkosh në dyqan të blesh çfarë ata kanë nevojë. Apo nëse babi yt të kërkon t'ja sjellësh ndonjë vegël pune, ti përgjigjesh dhe t'ja afrosh atë. Pra ti ndihmosh dhe ti pyesësh, a kanë nevojë diçka që ti ndihmoni? Deri tani i mësuam 3 rregulla në lidhje me mirësjelljen tonë me prindrit. Ti përsëritim edhe një herë, mbani më mirë. E para, të mos e ngritësh zërin, po t'ju flasësh me zë të ulët dhe të butë. E dyta, të jesh i gatshëm, ti përgjigjesh sa herë ata të thrasin, madje edhe kur je në mesin e lojës. E treta, t'ju dalësh në ndihmë, sa herë ata kanë nevojë. Madje ti pyesësh kohë pas kohe, a kanë nevojë diçka ti ndihmoni? T'ja pastroni tavolinën, t'ja sjellni një vegël pune, e kështu me radhë. Rregulla e katërt e artë në mirësjelljen me prindrit tanë është që kërkoni leje para se të hyni në dhomën e tyre. Si kërkoni leje? Duke trokitur në derën e tyre. Kur ata të japin leje të hyni në dhomën e fjetjes, pra në dhomën e prindërve, pastaj hyni. Kjo është nga rregullat e arta të mirësjelljes tonë me prindrit. Mbani mend. Dhe e pesta, më e bukura, është që tani kur e falni ju namazin, të cilin tani e keni mësuar apo jo, në sejdë,
të luteni për prindrit e juaj. Kjo është më e bukura. Lutja të cilën e dëgjon Zoti që në mënyrë ti mëshiroj prindrit tuaj. Pa të thuash, o Zot, mëshiroj prindrit e mi. O Zot, shpërblej prindrit e mi. O Zot, ruaj ata. Ashta qysh ata kujdesen për mua, ruaj edhe më shumë. Pra këto janë 5 rregullat e arta të mirësjelljes me prindrit tanë. Çfarë fiton ti nëse i zbaton ato? A e harruat? Dera e mesme e xhenetit është dera e mirësjelljes me prindrit. Pra e fiton hyrjen në xhenet. Sa herë të jesh nervoz, sa herë të ngutesh, kujtoje, sjellja jote e bukur me prindrit është rruga që të shpije në xhenet. Andaj, mos i harroni këto rregulla. Zbatoni. Dhe tani për detyrë e keni të shkoni tek nëna dhe babaju yt dhe t'i përqafoni në ballë dhe t'ju thuani që ju dua shumë. Mos harroni. Esselamu alaikum. Takohemi sërish.